Luftën 1940. Hamidi, ky është vllai. Mesreti. Samia. Sati. Fetahe. Ejupi. Gjevati. Këti reni nuk I kanë vu kunor për shkaqe fetare. Fidaimi. Gania. Shefqeti. Profesor. Hashimi. Ta në vranë luftën Shkapapëlluzhës 1920, rivarosur në Rakinit. Ramadani. Beqiri I lindur në Shtutit. Nuk është nga këtu, është pra në Shtutit. Tahiri Lampas Shabani Hata Rizahi Balia Bekim Bilali Mili Nide Pjallë këtër edhe Ky nuk ka qenë Ibrahim, ka qenë komandant dhe ka vdekur. Është varosur këtu. Sejdia Gjevati arsimtar, profesor filozofisë, Edimi İzzet Berisha Gjarhastrejshë, Aran Bilali dhe Ilir Beqiri Zeqir Beqiri Elhamis Shabani Avniu Hetem Bilali Milaim Bilali Bayram Beqiri Hüsni Şaban Nezir Bilali Beqir Bilali Beqiri için kakı Halit Berisha Nazmiye Zeqiri Vahide Hişen Suyla Feyza Naimi Sokuli Halil Kada Arsimi Berise Osman Tashi. Ky është lind 1905, I vra 1945. Naimi Berisha
dani. Si duket këtu janë këto varreza të vrara gjatë luftës. Në këtë fshat kanë qenë vrarë diku rreth 300 njerëz. Fshati më i vogël në popullatën të lartësikur në këtë fshat dhe në tërë komunën janë vrarë dhe janë masakruar të gjithë. Mu këtu disa në Shavarina të marrë penjë. Ja, këta dy për shembull, këta dy kanë qenë në Shavarina edhe ishin disa kushërit e tjerë që nuk është gjetur kufu me tyre. Mirë po, me kohën janë gjetë të gjithë këta dhe janë varrosur, do me thonë në fshatën tonë janë të gjetur të gjithë dhe janë identifikuar ishin edhe të luftës që janë vdekur në luftën e Shabapallushës edhe 4 veta janë të varrosur këtu. Një është ushtar që është ardhur mas pas luftës ka vdekur dhe kështu që është kompletuar kompleksi këtu. Komuna ka dhanë një premtim se ndoshta një ditë do të rregullohen të gjitha këto varreza. Në hyrje të fshatit janë varreza. Do lule i kam mbjellur unë. Edhe atu ka qenë një dras lavi dëshmore tash është tekur dras dhe është gjithë vetëm që ka më sa më këtë pamje të fshatit. Ja, edhe njerë rretoja është shkruar lavdi dëshmorëve të fshatit Shtutit. Inshallah një ditë do të rregullohen këto varreza. Sot është data 17 maj 2009, ora 12:05 mbaroi. Përshëndetje, fshat